Të nderuar xhamat, jemi në vargun e haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij Al-Adabul Mufrad. Kapitullin e radhës pas kapitullit të cilin e ka hapur mbi lutjet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, tani ka sjell një kapitull të titulluar me Sayyidul Istighfar, istighfari më I mirë, pra kërkim falja e radhitur në mënyrën më të mirë. Pra në këtë lutje robi I drejtohet në mënyrën më të mirë me kërkim falja Rabbul Alaminit. Ande ka thënë Sayyidul Istighfar, që kjo zotnia ki prin në kërkim falje. Dhe pasaj e ka lexuar duajën pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të nderuam xhamat, rëndësia e istighfarit është shumë e madhe. Të jesh kërkues I faljes të Zotit I Madh është pozitë e madhe, është edhe domosdoshmëri. Prej domosdoshmërive të Islamit dhe tauhidit dhe imanit është istighfari. Ti me një farforme edhe kur e thu shahadetin kërkon falje, pranon dhe konfirmon në robërinë tënde ndaj Rabbul Alaminit. Ti edhe kur thua shahadu anna Muhammedar Rasulullah, ti një farforme kërkon falje Allahut me këtë konfirmim ndaj Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pse është e nevojshme me kërku falje? Pse duhet na me bëj shumë istighfar? Pse pejgamberi alayhi salatu wasalam 100 herë në ditë ka bëj istighfar? Të nderuam xhamat, shembujt në dunja janë shumë për ta parafruar ata që I përket Allahut subhanahu wa taala dhe atij takon shembulli më I lartë. Në dunja njerëzit ndërtojnë, ngrejnë grehina, ngrejnë shtëpi dhe bëjnë veprimtari të ndryshme. Por se mbi gjitha dëshirojnë mi siguru ato se janë të tënë. Apo njëri para se me ndërtu një ndërtim, një shtëpi, thot ta siguroj njëherë që toka eme. Apo njërë ta kam një dokument që është toka eme, që mos të më shkoje hush ndërtimi. Kjo është e para të ndërum xhamat, që ti ta pronsosh atë çka po e ndërton, që tjetë e jotja, që ti ish I qetë aty. Se për ndryshe ti mundesh me bë 10 kat ngrehinën e pallatin e shtëpinë, mirë po, nëse nuk është e jotja, ajo me shumë gjasa ka mundësi me u prish. Dhe nuk mundesh me këon rahat nëse so e jotja. Shembulli I Zotit është më I madh të ndëruam xhamat. Shumë për njerëzve mundohen, raskapitën, lodhën, por nuk e kanë konfirmuar atë vendin ku janë të punuar. Nuk janë sigurt në vendin ku janë të punuar. Allahu e drejton këtë univers. Qetësia vjen pi ti, drejtimi vjen pi ti. Ai e menaxhon këtë univers. Ai jap kujdoje jetë, kujdoje ja merr. Ai jap kujdoje shëndet, kujdoje ja merr. Ai jap kujdoje pasuri, kujdoje ja merr. Krejt është e tina. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Çka kon qiellën tokë është e Zotit. Andaj të ndërum xhamat, me istighfar ti e siguron tokën. Me istighfar ti, andaj tha Allahu subhanahu wa taala, numatihum mata'an hasana. Nëse bani istighfar, ne jo mundsojmë me jetu një jetë të mirë në këtë dunja. A jeta më e mirë është në ahiret. Pse një jetë të mirë në këtë dunja? Se kërku falje për Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye të ndëruam xhamat, para se me u lodh shumë e me u mundu shumë, ti mundesh mi bë krejt, por Zoti e ka lumturinë tonë në dorë, ta dish. Po ti shtëpinë e ke ndreq, edhe parët I ke bë, edhe veturën e ke ble, krejt I ke bë. Veç rahatinën s'ni të gjet. Se nuk u ndërtove. As nuk on kerr, as nuk on shtëpi, as nuk on murr, as nuk on tull, as në lloç, as në beton, as në hekër. Ajo ndorën Allahu subhanahu wa taala, me dash ta jep, me dash ta jep. Për këtë arsye, istighfari çel prej dyrëve të rahmetit dhe bereqetit dhe mirësisë dhe bekimit të Zotit të Madh te bareke ve teala, që s'mund ta paramendon insani. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam bënte istighfar 100 herë në ditë, transmetim 70 herë në ditë alayhi salatu wassalam. Dhe pastaj u mësoi sahabeve sayyidul istighfar, më të mirin istighfar. Cili është më I miri istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Allah, ti je Zoti jam, ti je kujdestari jam, ti je Rabbi jam, ti kujdesesh për mua. S'ka Zot që meriton adhurimin përveç teje. Ç'kjo për çta kena ardhur dunjë të ndërum xhamat. Këtë për çta kena ardhur dunjë. La ilaha illa anta. Kur ka hin balen Yunusi alayhi salatu wassalam
Allahu xhelal e ka sprovu me bark balenës e ka fut. Çka e ka nxjerr për aty? Çka e ka nxjerr aty? La ilaha illa anta. Ka thonë o Allah, veç ti ai që meriton adhurimin. Unë i kam bo zullum vetvetes time. E ka nxjerr Allahu subhanahu wa taala prim balenë në tokë, në bregdet. Po këtë arsye, kërkoni falë për Allahu xhelal xhelalu. Sa gjunojnë atë bota nditën të ndrum xhamat. Sa gjunojnë dhe shikoni njerëzit kanë janë nuk kanë nevojë as me bë test. Kallzon ftyra e tij sa është i lumtur, sa i qetë, këtë kallzon ai. Ai le ta luje milioner, le ta luje burrë, çka do të lujet? Kallzon ftyra, si i lumtur Allah. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, buzëqeshja prej asaj që ti Allah të ka mëshiruar. Mrolja, ngrisja vetullave, të ndeturit 24 nervoz. Nuk ka ti çish dush, a e lidh ka me burrni, a me trimni, a me kujtiun çka e lidh. Kjo ka të bëjë me hidhrimin e Allahut xhella xhelalu. Thot Xherir ibn Abdillah, s'kam pa njeri më të mëshirshëm se Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ka në shif këtu buzëqesh. Se Zoti ka mëshiruar njëri, ka mëshiruar. S'ka pas belat që ja turbullon ati. S'ka pas siklet që ja prish buzëqeshën Muhamedit alayhi salatu wassalam. A dhe ka thënë wa innaka ala khuluqin azim. Ajo ka në robi në shtrum ndaj Zotit madh te bareke ve teala. Andaj kërko falje. Veç mrolet me të hek Allah i bolla. Boll të liron. Apo, so njeri kritot, po ama, mrol berrike, mrol se nuk ka i lumtur. Sa nuk ka i lumtur, lejnë në të luje qka doje. Njeri të ndërum xhamat, gjëja në parë, kur ka knaci, qysh e shprej, hajtë kalzon. Qysh e shprej gjëja në parë, kesh. Kur i merë parët, kur i shetë jorgovantat e tjeshiltat, gjëja në parë, qysh e shprej, kesh. Po pse si tu kesh, pse si i busqesh, se ta ka morë, se ki ndorë, ha? Allahu gjithat në Kur'an, alladhi adhaka wa abka. Ti thu, unë e kur du keshi. Ja, sa më pa qështu. Nuk ka kur du shkesh. Allah e thot, Allahu të ban me kesh, Allahu të ban me kajt. Ti e ngon një anekdot, një diçka që du të ketë keshin, ti s'kesh. Adhak, a i s'ka dhonë në izën me kesh. Ka gjëra që ishti njërës me kajt, ti s'ti me kajt. Pse? S'ka dhonë izën me kajt. Për këtë arsye të ndërum xhamat, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk. Tha o Allah, ti je Zoti jam, nuk ka zot që meriton adhurimin përveç teje. Ti më ke kriju mua, unë jam robi jot. Unë vazhdoj me mbajt besën tane dhe vazhdoj me mbajt besën time, se unë do të ri në atë çka ti ke premtuar dhe atë çka ti jemi marrë vesh. Cila është ajo? Unë me të adhuru e ti me më fal. Pastaj ka thonë, mastataat. Sa të kem takat o Allah. Se insan ti e jep besën përse ma. Ti i thu njerit ka me mri për 15 minuta, ama që të rëkusle, u vanovave gjisore. Mastataat, sa të kam mundësi. Po këtë arsye tha pejgamberi alayhi salatu wasallam në vazhdim, Ebu uleke bi ni'matika alej. O Allah, këtë mire që ka janë, që unë i gëzoj, e ato tjera që janë të tjerë, këtë janë për tyje. Këtë ti i ke dhanë. Edhe gjunaj është i jemi, falma gjunaj një Rab. Që kjo të ndërun xhamat, epilogu edhe strumbullari që shdu shquje ajka e jetës. Na e kena arë këtë dunja për mu falë, për mu lutë me na falë Zoti madh te bareke ve teala. Shumë njerëz mendojnë se risku vjen vetëm me mundin e tyre. Mirë po ja, shumë prej vendeve po tregojnë se çka kanë bë ata që kanë naftë në tokë. Çka kanë bë? Pra nuk kanë dorën tanë çka punon ti. Ja ka mush Zoti tokën me naftë në rvuni. Kanë zbulu naftë me mia vetë me pas naftë. Kush e ka dhënë ata? Çush e ka bëu atë naftë? Pasuri natyrore ata e quajnë. Pasuri natyrore. Na çush e quajnë musliman? Çush e quajnë? Rizki Allahit. Ti çush duhet pasuri natyrore, gaz natyror. Ato janë rizki Allahut subhanahu wa taala. Por para më ndonjë për 1000 vjet naftë. Andaj ta dim se risku i Allahut nuk ka bi hirsi harisin, që shta alayhi salatu wasallam, me zellin e atij të zellshmit. Ti jep zor, në fund dhut 200 euro. Apo ai njëri vesh një nënshkrim e jep atje 10.000 i vin. Ço bove? Risku në kanë dorën edhe munin e njerit. Nuk ti çka dush ban. Apo njëri tu flet marrë qira 10.000 euro, 20.000 euro. Ti si ki pa kur ato. Ti munohesh, ti prap ki më munu dhe du të më mundu, por mos haron një sen. Se risku në kanë dorën tënde. Ti vetëm jep mundin. Ai që ka të furnizon është dikush tjetër.
Andaj kërkoj Allahit falje, me të fal, që Allah e njëri ti mos kërko falje me dhëmpare, hasha wa kella. Mos kërko falje me dhëmpare, kërko falje me ta fal gjunahin, pastaj e Zotit është se çka t'jep. E lutim Zotin e madh te bareke ve teala, që Allahu t'i fal gjunahet që i bëjmë publik edhe tinza ya rabbul alamin. E lutim Zotin e madh te bareke ve teala, që Allahu subhanahu ve teala na pastron nga çdo gjuna i madh dhe i vogël në dunja para ahiretit ya rabbul alamin. E lutim Zotin e madh te bareke ve teala, që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që gjuhët tona të jenë të lagura me istighfar.